Përplasje dhe tension në parlament për çështjen e Ballukut dhe aktet e dhunës në protestën e opozitës, Berisha përdor fjalë fyese ndërpritet seanca. Prezantohet projekti për qendrën e re të drejtësisë, një investim me vlerë 100 milion euro. Rama ironizon vendimet e paraburgimit të dhëna nga gjykatat. Socialistët dhe demokratët bashkojnë votat në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-s në Hagë. Deklarata do t'i përcillet gjykatës speciale si dhe NATO-s. Grabitet një bank e nivelit të dytë në Tiranë, autori 58 vjeçar qëllon me armë, por kapet menjëherë pas krimit së bashku me shumën e parave. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Shumica dhe opozita janë përplasur sot në parlament për çështjen Balluku. Lideri demokrat Sali Berisha kërkoi heqjen e imunitetit të saj duke përdorur edhe fjalë fyese ndaj mazhorancës, çka solli më pas ndërprerjen e seancës, por palët debatuan gjithashtu për dhunën ndaj policisë në protestën e fundit të Partisë Demokratike. Për më shumë se 2 orë, Partia Demokratike bllokoi punimet e parlamentit duke këmbgulur që Këshilli i Mandateve dhe Imunitetit të mblidhet për shqyrtuar kërkesën e SPAK-ut për arestimin e numrit 2 të qeverisë, Belinda Balluku. Reni ditë se është vetëm një mandati i Lubi Ballukut. Dorëzoni mandatin, kjo është kërkesa jonë. Seanca u shoqërua me debate, u ndërpret disa herë edhe për shkak të fjalorit përdorur nga deputetët. Kur ndonjëherë të dashur qytetar nuk keni patur në këtë sallë një grup njerëzish të cilët shkelmojnë mbi interesat tuaja jetike për të mbrojtur, më falni, në pamjet parë vithet e Belindës, në të vërtet Edi Rame. Zoti Berisha, do t'ju ndërpritet fjala me një herë. Pjesë e debatit mes mazhorancës dhe opozitës u bë edhe protesta opozitës e datës 10 shkurt. Socialistët akuzuan për dhunë Partinë Demokratike në protestë, duke vënë në duke se ende sot ka policë që po marrin mjekim në spital. Shko dhe shikoj gjithë policët që ishin të shtruar, morën shërbim dhe janë dhe sot asnjë, po se je gënjeshtar patologjik i nderuar, je gënjeshtar patologjik, përveç se je dhunues dhe një porositës kronik i dhunës, i derdhjes së gjakut, e ke në gena të gjakun që do ta derdhësh me patjetër. Unë nuk i them turp asaj, se fjala turp turprohet me te. Asnjë polic i lënduar dhe i plagosur në spitalin e urgjencës, përkundrazi, protestues paqësor, kryengris paqësor, në lulet ballit me plumb gome që mund të çpoj me probabilitetin me të mallkafken. Përballë akuzave të Partisë Demokratike për përdorimin e dhunës nga ana e policisë në protestën e 10 shkurtit, socialistët i kujtuan PD-s protestën e 20 janarit vitit 2011. Në një protestë që nisi paqësore dhe që mbaroi me 4 të vrarë, jo me ujë, po me plumë në lule të ballit, me plumë në lule të ballit. Ndërkaq që opozita shfryzoi parlamentin sot për të bërë apel qytetarëve të bashkohen protestës opozitës në 20 shkurt kundër kryeministrit Edi Rama e qeverisë socialiste. Kryeministri Edi Rama zbuloi sot detajet të projektit për rolin e drejtësisë ku do të vendosen institucionet e gjyqësorit. Shefi i qeverisë nuk e kurseu ironinë ndaj gjyqtarëve lidhur me vendimet për zyrtarët e nivelit të lartë. Qeveria ka vendosur të riorganizojë godinat e sistemit të drejtësisë në një qendër të re. Projekti u prezantua nga kryeministri Edi Rama, i cili u shpreh se ky është financimi më i madh i bërë për gjyqësorin, që kushton 100 milion euro. Dhe në ndërkohë që detyrat tuaja i dini dhe i bëni ju, detyra jonë është që të vazhdojmë ta mbështesim sistemin dhe të vazhdojmë të bëjmë gjithçka që sistemi të funksionoj me kushtet dhe me standardet më të larta. Nuk harroi as batutat sa i përket debateve shkaktuar lidhur me vendimarrjet e tokave të zeza. Kjo është një përpjekje që nuk ndalet dhe nuk kthehet mbrapa pavarësisht surprizave që ju na bëni her pas here, po që janë pjesë e jetës dhe janë pjesë edhe e proceseve
tuaja të brendshme janë pjesë edhe e rritjes, edhe për ta mbyllur. Ky është rasti ideal që të gjithë ne së bashku, duke qenë se edhe ju jeni përfshirë tani, të shkojmë në paraburgim për shpërdorim detyra. Drejtues të institucioneve të drejtësisë vlerësuan nismën. Megjithatë, disa prej tyre ishin të paqartë. Ishte kreu i gjykatës së lartë Sokol Sadushi, i cili mori përgjigje lidhur me pikpyetjet e tij nga vetë kryeministri Edi Rama. Në mënyrë se u prezantua duket sikur në këtë pol drejtësie përfshihet e gjykata e lartë dhe gjykata kushtetuese, me sa arrita të kuptoj. Ajo që unë do të doja të theksoja, jo për faktin që jam në këtë detyrë sot, por kushdo që do të jetë në këtë detyrë nesër, apo cili do që e vlerëson pozicionin që ka gjykata e lartë, ai duhet të jetë një godinë e veçuar. Dhe është vërtet që kemi kaluar edhe ne ndërtimit, mos gabohem, për një godinë administrative që prezupozohet që mund të jetë gjykata. Sipas Ramës, kjo zgjidhje do të lehtësonte barrierën financiare për buxhetin e shtetit, pasi në këtë rast nuk do të kishte shpenzime direkte për ndërtimin, por shteti do të përfitonte hapësira të dedikuara për gjykatën e lartë, nëse vendoset që ajo të mbetet në të njëjtin vend. Si rrallë herë, socialistët dhe demokratët bashkuan votat për miratimin e një deklarate, e cila thekson pafajësinë e shkrerëve të UÇK-s që ndodhen aktualisht në Hag. Dokumenti do i përcillet gjykatës speciale, por dhe NATO-s, Këshillit të Evropës dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare. Mbyllet votimi. 92 deputet pro, 0 abstenim, 0 kundër. Projekt deklarata miratohet. Të gjithë deputetët e Kuvendit të Shqipërisë u bën bashkë sot në mbrojtje të udhëheqësve të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, të cilët po përballen në Hag me akuza për krime lufta e krime kundër njerëzimit. Me 92 vota pro, asnjë kundër e asnjë abstenim, Parlamenti miratoi deklaratën për pafajësinë e udhëheqësve të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, ku theksohet se UÇK ishte një lëvizje legjitime qeverimtare që luftoi për të drejtat themelore të njerëzit, për liri, dinjitet dhe vetëvendosje të popullit të Kosovës në përputhje me parimet e së drejtës ndërkombëtare e Kartës së Kombeve të Bashkuara. Kuvendi vren me shqetësim se kërkesa e prokurorisë speciale rrezikon të krijojë një shtrembrim të rrezikshëm të historisë, duke barazuar luftën legjitime të një populli për mbjetesë dhe liri me krimet e regjimit serb të Miloševićit, i cili kreu spastrim etnik dhe krime kundër njerëzimit ndaj popullit të Kosovës. Për këtë, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë deklaron mbështetjen e plotë dhe të pakushtëzuar për drejtuesit e ushtrisë qeverimtare të Kosovës, të cilët ishin dhe mbeten përfaqësues të aspiratave të drejtat popullit të Kosovës për liri dhe vetëvendosje. Një zëri deputetët e Parlamentit kërkojnë nëpërmjet kësaj deklarate shpalljen të pafajshëm të udhëheqësve të UÇK-s, duke sjellë në vëmendje se betejë e tyre u zhvillua në kushtet ku regjimi Miloševićit po kryente spastrim etnik, krime kundër njerëzimit e genocid ndaj shqiptarëve të Kosovës. Kërkesën drejtuar dhomave të specializuara në Hag, komunitetet ndërkombëtar dhe institucionet drejtësisë ndërkombëtare që deklarojnë pafajësinë e Hashim Thaçit, Jakub Krasniqit, Kadri Veselit dhe Recep Selimit përmes një procesi të drejtë dhe të panshëm, që respekton dhe nuk cënon dinjitetin e luftës qeverimtare të popullit të Kosovës, duke mos lejuar që instrumentet e drejtësisë të shndërrohen në mjete për rishkrimin e historisë apo për barazimin e viktimës me agresorin. Në emër të opozitës, Tritan Shehu deklaroi se mbrojtja e udhëheqësve të ushtrisë qeverimtare të Kosovës është prioritet për Parlamentin shqiptar. Të denoncoj pikërisht një proces fars që realizohet sot në Hag dhe që kërkon të tjetërsoj të vërtetën historike, duke qenë në krah të atyre të cilët luftuan për liri dhe që deri më sot nuk është prezantuar asnjë fakt, asnjë provë konkrete nga ata që akuzojnë për dërme, për dënime të tilla apo për krime imagjinare të cilave i atribuohen. Deklarata e Parlamentit të Shqipërisë do t'i transmetohet dhomave të specializuar në Hag, Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Parlamentit Evropian, Asamblesë Parlamentare të NATO-s, OSBE-s së Këshillit të Evropës, si dhe të gjitha qeverive mike partnere të Shqipërisë. Avokati i Kadri Veselit deklaroi sot në gjykatën e Hagës se prokuroria speciale nuk ka asnjë provë për krime lufte në Kosovë. Ai tha gjithashtu se pretendimet e akuzës mbështeten vetëm në dëshmi që tashmë kanë rezultuar të pavërteta. Në gjykatën speciale në Hag po vijojnë deklaratat përmbyllëse në gjyqin kundër ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish kryeparlamentarëve Kadri Veseli dhe Jakub Krasniqi dhe ish deputetit Recep Selimi.
Avokati Veselit, Rodney Dixon, pretendoi se prokuroria nuk ka fakte për akuzat që ka ngritur ndaj klientit të tij. Viktimat kanë nevojë për drejtësi, e cila duhet jetë e bazuar në të vërtetën dhe në realitetin. Viktimat e dinë se padrejtësia më e keqe është drejtësia e pretenduar, e rreme. Me synimin që të jepet fund pandëshkueshmërisë është e nevojshme të mos sakrifikohet e vërteta. Duhet të mbrohen të pafajshmin dhe gjykatat tona duhet jenë gjykata me integritet, pavarësisht nëse duhen mbi 5 vjet apo më gjatë për të arritur deri tek përcaktimi i të vërtetës, siç ndodh këtu. Ai konsideroi pretendimet e prokurorisë si përpjekje të kota dhe i bëri thirrje trupit gjykues që të ndaj faktin nga shpikjet. Akt gjykimi juaj do të ketë vend në histori dhe nuk do të harrohet. Pavarësisht sa është përpjekur prokuroria t'ju bindë që ta shpallni fajtor zotin Veseli, ne e kundërshtojmë këtë me parimin ligjor dhe shtetin ligjor, që është në qendër të gjitha gjykatave ndërkombëtare. Kur nuk ka prova apo kur provat janë të dobta, nuk mund të ketë shpallje pafajësie. Sipas avokatit, gjykata po bëhet selektive ndaj dëshmitarëve. Si është e mundur që gjykata të mbështetet në pjesë të caktuara të dëshmitarëve për të dhënë vendim fajësie për te dyshimit të arsyeshëm, ndërkohë që për të tjerët thuhet se nuk mund të besohen për asnjë aspekt? Ka pasur persona që kanë gënjur në betim, duke mos e thënë të vërtetën. Avokati Veselit bëri të qartë se prokuroria po përpiqet të gjejë diçka në periudhën e pasluftës në mungesë të provave. Do flasim tani për zhvillimet politike në vend me analistin Namir Lapardaja. Mirëmbrëma Namir. Mirëmbrëma. Atëherë, si mund ta lexojmë, si mund ta shikojmë sjelljen e opozitës në parlament sot, por edhe reagimin e mazhorancës që i mori një kohë të mirë debati parlamentar me debate, fyerje dhe përplasje? Po tashmë nuk është më e re që sa herë që ka seanca parlamentare, sidomos kur në seancën e kuvendit është president Sali Berisha, përgjithsisht krijon tensione sepse si në vëmendjen tuaj në seancat e mëparshme kur Berisha nuk ka qenë prezent, për shembull kur ishte në Këshillin e Evropës, nuk pati kurfar problemi në zhvillimet e kuvendit. Pra të gjithë deputetët diskutuan, debatuan, ranë mendimet, pati dhe replika me njëri tjetrin, por duke sikur s'pati asnjë gjë, duke sikur gjithçka vijonte normalisht. Për sa kohë që shfaqet Berisha aty dhe sidomos kur Berisha ngrihet në foltore dhe merr fjalën dhe kërkon për të marrë fjalën, aty pastaj duke sikur lindin probleme. Nuk e di a është kjo e qëllimshme apo deputetët e opozitës kanë ndonjë merak apo ndonjë problem në raport me sjelljen e tyre ndaj Berishës për të dukur sikur e mbrojnë, por kjo nuk mund të thuhet, por fakti është evident. Nga ana tjetër, sigurisht majoranca nuk është në kushtet e saj optimale, çështja Balluku është aty dhe normalisht as Edi Rama, as deputetët socialistë nuk mund të fshihen pas gishtit dhe nuk mund të fshihen tani më pas asaj që kishin thënë deri më dje që presim vendimin e kushtetueses. Tani që gjykata kushtetuese mori atë vendim pa vendim në fakt në thelb që mori, por majoranca socialiste duhet të japi drejtim çështjes së zonës Balluku. Pra ose duhet të japi imunitetin e saj, ose duhet të dalin të thojë që ne nuk e japim imunitetin e Belinda Ballukut. Por duhet ta thojë këtë në krahun tjetër, në krahun tjetër kemi një protestë të fundit të opozitës, e cila përfundoi me sulme, me molotov, me mjete piroteknike, me sende të forta, jo vetëm ndaj institucioneve, por edhe ndaj punonjësve të policisë, dhe kjo në fakt ka marrë dhe shumë vëmendje në publik, pra plagosje lëndimi i policisë dhe konfrontimi me të buesit. Kjo lloj sjellje fiton, i sjell më shumë fitim apo humbje opozitës? Por ne kemi diskutuar edhe më parë, opozita nuk është në kushte që të përfitojë nga protestat, sepse edhe protesta e 10 shkurtit, por edhe ajo e më parë, e 24 janarin, nëse zgaboj me datën, duke sikur janë thuajse të njëjta, me dallimin vetëm që kjo e 10 shkurtit, pra kjo e dyta në vend që të kishte më tepër pjesëmarrje, duke sikur kishte pjesëmarrje më të ulë. Sigurisht që rruga e opozitës nuk është as duna, rruga e opozitës nuk është as linçimi apo as goditja e punonjësve të policisë apo e institucioneve. Rruga e dur që do duhet të kishte opozita, sidomos në këtë periudhë, ishte reformimi i saj, pra të jepte një kontrast të thellë me qeverinë. Pra nga njëra anë kemi kontrast moral që e keni quajtur edhe më herët juve. Patjetër, pra për këtë lloj kontrasti po flasim. Nga një anë kemi një qeveri thellësisht të korruptuar, e cila duhet të ikë një orë më parë, nga ana tjetër kemi një opozitë e cila nuk ka ditur gjatë asaj kohe të reformohet, kështu që sa herë që opozita ka probleme, pastaj bën protesta dhe kemi ato shfaqje që patëm edhe në
dhunë në rrugë debate në parlament të forta, duhet thënë, po nga krau tjetër kemi një paqe dhe një bashkëpunim shumë të mirë, duhet thënë, tek dy komisionet e posaçme të reformës zgjedhore dhe territoriale. A mos duket si një nonsens kjo gjë? Do dilja pikërisht e kjo gjë, pra pikërisht kjo panorama, ajo që ati që intereson më shumë, kjo panorama është pushteti dhe është Edi Rama. Sepse sa herë që Sali Berisha bën shfaqje dhune, pastaj Edi Rama lëshoni Karen për ta tërhequr atë në biseda në komisionet, në dy komisionet e posaçme, por edhe më parë, kështu që duket sikur ato kemi një lloj pazari që pavarësisht retorikës ai vijon të ecë. Por mos harrojmë që pushteti edhe siç e pamë në seancën e sotme, ka një alibi shumë të madhe. Cila është alibi e pushtetit? Është Sali Berisha. Pra gjithmonë kthehen çështjet e të kaluarës, kthehen çështjen e theshtatës, kthehen çështja e 1 janarit, kthehen çështja e korrupsionit të dieshëm qeveritar. Në këto kushte PD-ja dhe opozita nuk ka gjetur forcë të reformohet. PS-ja dhe mazhoranca ka alibin e saj sepse i tregon shqiptarëve me gisht që ja ku e keni Gogolin, ja ku e keni Berishën, i cili kërkon të rikthehet me të gjitha mëkatet e së kaluarës, kështu që kemi një lloj stagnacioni. Pra, ajo që ata që janë që e vuajnë të gjithë këtë situatë mikurizën e tyre janë qytetarë shqiptarë. Nga një anë ka një qeveri e cila i vjet për ditë, nga ana tjetër ka një opozitë e cila nuk po di që të shndrohet një alternativë të besueshme dhe një alternativë morale dhe politike. Megjithatë, rruga që vjen është e qartë, në datën 20 do kemi prapë protestë. Faleminderit Namir për komentet. Ecë më tej. Një 58 vjeçar grabiti një bankë të nivelit të dytë në Tiranë, por është kapur sapo doli së bashku me shumën e parave. Autori qëlloi me armë duke kërcënuar punonjësit dhe arriti të rrëmbente 20 milion lekë të vjetra. Pas arrestimit, ai tha policisë se e kreu grabitjen pasi është i zhytur në borxhe. Një bankë i nivelit të dytë në një nga zonat më të populluara të Tiranës në afërsi të Ish-Parkut ka rënë prej një grabitjeje me armë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 11:15 minuta, në momentin që autori Barzyl Fusha nga Gramshi futet në ambientet e brendshme të bankës me një çantë në krah. Sapo hyn ai nxjerr nga çanta armën e zjarrit tip Kalashnikov dhe qellon një herë në dyshemen e bankës. Fill pas këtij momenti afrohet te karka dhe arrin të marrë rreth 20 milion lekë të vjetra. Ka qenë një qytetar që ka lajmëruar me njëherë policinë dhe efektivet e komisariatit numër 2 brenda pak minutash kanë mbërritur në vend ngjarje. Sapo 58 vjeçari ka tentuar që të dalë nga banka, është kapur direkt nga policia bashkë me çantën brenda të cilës kishte futur armët dhe lekët e grabitura. Pikërisht ky është momenti që efektivet arrestojnë autorin. Barzyl Fusha, i cili figuron se ka aktivitet në fushën e ndërtimit, në dëshminë e tij fillestare përpara hetuesve të policisë, ka thënë se është i zhytur në borxhe dhe nga presioni për të shlyer ato vendosi që të grabiste bankën. 4 persona janë arrestuar nga policia e Elbasanit pas një hetimi të prokurorisë për trafikun e lëndëve narkotike. Agjentët sekuestruan 41 kg kanabisi dhe armë dhe municione. Një grup kriminal që dyshohet se shpërndante lëndë narkotike në disa qytete të vendit, si edhe e trafikonte atë jashtë Shqipërisë, është goditur nga policia pas një hetimi disa javor. Operacioni koduar Jug dhe Veri në drejtimin e prokurorisë së Elbasanit u finalizua me vendosjen në pranga të 4 personave: Arben Guçe, Elion Qeva, Fran Pietra, të dyshuar për trafikim të lëndëve narkotike dhe armëve, ndërsa u ndalua edhe Mark Maraca, banues në Shkodër, i cili dyshohet se kishte vënë në dispozicion automjetin e tij për transportimin e drogës. Gjatë ndërhyrjes, njëri nga të arrestuarit, Arben Guçe, ka kundërshtuar punonjësit e policisë dhe gjatë tentativës për t'u larguar ka dëmtuar mjetin e shërbimit të policisë. Nga kontrolli në makinën e tij u gjet një Kalashnikov së bashku me 32 fishek luftarak që dyshohet se do të trafikojë. Ndërsa në automjetin tip Volkswagen Golf të Fran Pietrit u gjet 41 kg kanabis, e cila po transportohej me qëllim trafikimi drejt pikës së kalimit kufitar Qafthan. Të arrestuarit akuzohen për trafikimi armëve dhe municionit, trafikimi narkotikëve, kundërshtimi punonjësit të policisë së rendit publik, shkatërimi pronës dhe shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor. I akuzuari dosjes plumbit të artë, Henrik Hoxhaj, ka rrëfyer të tjera krime në të cilat ai vetë ka marrë pjesë. Ai gjithashtu ka zbuluar njohjet me personazhet e botës së krimit dhe porositësit e atentateve. Bashkëpunëtori i drejtësisë që humbi statusin, Henrik Hoxha, rrëfeu njohjen me shokët e tij të dikurshëm të krimit. Ai u përgjigj avokatit për krimet që akuzon prokuroria e posaçme dhe si mori porosit.
Një person që ishte vënë nën shënjestrën e këtij grupi kriminal ishte edhe Oti Kila, i arrestuar më herët për llogaritë të njëjtit hetim. Henrik Hoxha thot se emrin e tij e lexoi për herë të parë në listën e Nuredin Dumanit, listë me të gjithë personat që ai do të ekzekutonte. Festim Qolin e njoh prej 20 vitesh. Ai nuk më ka folur ndonjëherë për Nuredinin. E kam njohur tek ditëlindja e festimit. Festimi më ka treguar se Elvis Dedian e ka pasur ortak. Nuk e kam kryer unë vrasjen e tij dhe nuk e di kush e ka bërë. Nuk më mbaj mend të kem qenë me festimin ditën e ngjarjes. Nuk kam folur ndonjëherë me Nuredinin për këtë ngjarje. Jam i përfshirë tek vrasja e Dorian Shkozës. Porosia ka qenë e krymit, Erion Alibeajt, por ndërmjetës ishte Nuredini. Shkak ishte pretendimi i krymit se Dorian Shkoza kishte qenë tek vrasja e familjarëve të tij. Nuk ishte informator në atë ngjarje. Elvis Dedia u vra në vitin 2012, ndërsa një vit më pas u vra edhe ëma e tij, Fatmira Habili Dedia, e cila nga dosja plumbi i art rezulton se shkonte për ditë në prokurori për të zbardhur ekzekutimin e të birit. Ata donin ta vrisnin fillimisht teksa shkonte në Varreza, por mund të zbuloheshin, ndaj e inskenuan krimin e rënd si grabitje. Vdekja misterioze e 54 vjeçarit italian Massimo Ferro më 22 dhjetor të vitit të kaluar në Shqipëri po hetohet paralelisht nga 2 prokurori, ajo e Padovës dhe nga organi akuzës këtu në Tiranë. Pas autopsisë së kryer në Shqipëri, një e dytë është realizuar në Itali me kërkesë të prokurorisë së Padovës, por rezultatet ishin të pjesshme pasi mungonin stomaku dhe një pjesë e zemrës. Hetimet do të përcaktojnë nëse vdekja erdhi nga shkaqe natyrore apo nga ndërlikimet e mundshme pas operacionit. Autoritetet italiane kanë kërkuar dokumentacionin e plot mjekësor nga pala shqiptare, ndërsa një kirurg dhe një dietolog nga Lombardia janë vënë në hetim lidhur me historinë mjekësore të pacientit përpara udhëtimit. Të dhënat zyrtare tregojnë një rënje të ndjeshme të lindjeve në vendin tonë. Përballë kësaj situate, ekspertët apelojnë për hartimin e strategjive afatgjata që sipas tyre do të nxjisnin krijimin e familjeve të reja. Ulja e linçmërisë në Shqipëri vijon të mbetet një fenomen shqetësues. Sipas të dhënave më të fundit të Institutit të Statistikave, gjatë 3 mujorit të katërt të vitit të 2025, janë regjistruar 5373 lindje, duke shënuar një rënje prej 10.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ekspertët rendisin një sër faktorësh të cilët ndikojnë në këtë fenomen. Shkaqet mendoj që lidhen me shumë arsye. Ndër këto shkaqe mund të përmendim emigrimin e lartë, kryesisht të moshës së re. Një shkak i dytë lidhet me rënien e numrit të martesave. Një arsye tjetër ose një shkak tjetër lidhet me problemet me infertilitetin, që po shfaqen në veçanërisht familjet e reja ose çiftet e reja. Shkaqe të tjera lidhen natyrisht edhe me faktin se sot të rinj të reja të bëjnë një llogari, e thonë në thonjza, shumë më shumë se sa që bënin vite më parë, apo se sa kanë bërë prindërit e tyre për të sjellë në jetë një fëmijë, për shkak se shikojnë që kostoja e sjelljes në jetë, po veçanërisht e mirëritjes dhe edukimit është vazhdimisht e lartë. Sociologja Entela Binjaku apelon për ndërhyrje konkrete nga ana e qeverisë duke kërkuar ngritjen e strukturave mbështetëse sociale dhe ekonomike që do të ndihmonin në frenimin e rënies së linçmërisë dhe në nxitjen e krijimit të familjeve të reja. Mendoj që një ndër masat që duhet merren ka të bëjë pikërisht me mbështetjen e familjeve të reja. Ka një farë mbështetje që lidhet me kredite buta, programet e kredive të buta, por është shumë e pamjaftueshme për mendimin tim. Prandaj një masë që do duhet merret lidhet me këtë. Një masë tjetër mendoj që mund të lidhet me subvencionimin e çifteve që provojnë të sjellin në jetë fëmijë dhe që fertilizimin in vitro e kërkojnë, por nuk kanë mundësi ta paguajnë. Është folur që ka filluar, po sërish mendoj që shteti këtë masë e ka mjaft pa mjaftueshme. Një masë tjetër që mendoj po pres, domethënë, të hyjë në fuqi, një masë e përfolur që ka të bëjë me shtrirjen e subvencionimit të bebeve në një periudhë më të gjatë se sa çka qenë. Megjithatë, një element pozitiv që vërehet nga të dhënat e Instat është fakti se për 3 mujorin e katërt të vitit të 2025, numri lindjeve ka qenë më i lartë se ai i vdekjeve. Një stallë me gjedhë është përfshirë nga flakët në fshatin Armen në bashkinë e Selenicës duke shkaktuar dëme shumë të mëdha. Ngjarja ka ndodhur pas ditën e kësaj të enteje. Si pasojë e zjarrit, 22 krerë lopë dhe viça janë djegur plotësisht duke i shkaktuar një humbje të konsiderueshme familjes së fermerit. Sipas hetimeve paraprake, dyshohet se zjarri është shkaktuar nga një shkëndijje elektrike.
Në mbledhjen e parë të qeverisë së re, Albin Kurti është ndalur tek buxheti, duke thënë se ai ka vlerën e 4 miliardë eurove. Në fokus të shpenzimeve janë investimit si dhe mbështetja sociale. Vetëm një ditë pas miratimit të qeverisë së re në Kuvendin e Kosovës, kabineti zhvilloi mbledhjen e parë. Kryeministri Albin Kurti deklaroi se vlera e buxhetit është 4 miliardë euro. Është buxhet me vlerë prej 4 miliardë euro, ku për komunat e Kosovës parashihen 867 milionë euro. Ky buxhet e përmban edhe pagën e 13 për punëtorët e sektorit publik që paguhen nga buxheti, pagë e cila do të paguhet sapo të hyjë në fuqi ligji i buxhetit. Ky buxhet gjithashtu përmban edhe ndryshimin e nevojshëm që mundëson rritjen e shtesës për përvojën e punës nga 0.25% në 0.50% për 15 vitet e para. Pra, dy fishim. Shefi i qeverisë së Kosovës bëri me dije se nga e premtja nisin konsultimet me subjektet politike për zgjedhjen e presidentit. Në qeverinë Kurti 3 do të ketë 19 ministri. Ministri i Financave do të jetë Kuran Murati, Ministri i Mbrojtjes Xhelal Zveçla dhe Ministri i Brendshëm Lulzon Jagxhiu. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme do të jetë Glauko Njuca, ndërsa zëvendës kryeministre e dytë dhe ministre e drejtësisë Donika Gërvalla. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona qendrore. Faleminderit dhe miru takofshim.